Shikos nderuar televizioni shqiptar të Amerikës, ju përshëndes. Së bashku do të jemi në një emision jashtëzakonisht të rëndësishëm, pasi do të kushtojmë festës të Pashkëve. Dhe para se të flasim për Pashkët dhe të prezantoj të ftuarin, do më falni, por duhet të bëj një hyrje, të cilën mendoj se e meriton i ftuari që është sot në studio. Unë kam 25 vjetë që punoj me televizorin shqiptar të Amerikës. Mbarë komunitetin, edhe institucionet vetare shqiptare këtu në Michigan, neve i kemi suportuar, ndihmuar, edhe pse rrojmë mendima vetë, por kemi pasur vullnetin e mirë për të patur jo vetëm një marrëdhënie të mirë, por ketë dhe një zhvillim jashtëzakonisht të mirë, sepse institucionet vetare bëjnë jashtëzakonisht punë të shkëlqyera, jo vetëm të edukimit fetar, por atë të mbarë kombëtar shqiptar. Dhe mendja më ka shkuar shpesh, e kam ndryshuar nga fillimi, jam edukuar më shumë gjatë tyre viteve me edukim fetar. Besoja në Zoti, edhe më përpara. Por me sytë e mi kam parë se si meshtarët, kam parë se si babajt e qesë, se si hoxha, se si gjithë priftërinjt katolikën dhe përgjithësi, punojnë për të ndihmuar njerëzit, jo vetëm ata që janë mirë, por ata veçanërisht që janë nevojë. Duke e parë këtë, kam patur mundësinë që të fiksoj edhe personalitetet të fesë, si klerik. Dhe konkretisht me të ftuarin që kam sot, është Don Fred Kalaj. E kam parë vazhdimisht, kemi kaluar periudha të vështira si komunitet, dhe ju ka qenë një heroj vërtet, e veçanërisht gjatë kohës të Covid. Por duke marrë si klerik, dhe si rol që ajo ka në komunitet, e adhuroj punën e tija. Edhe atëre, në qoftë se do të nipshe rasti mua të isha përsëri i ri, i pamartuar, a do të krijoj familjen unë, a do besha unë një prift. Unë përsëri do zgjidhja rrugën që kam zgjedhur, pra do të bëja përsëri të krijoja familjen. Atëre, unë do t'i bëj një pyetje Don Fredit, ku e gjen ai atë forcë, atë dashuri shpirtërore aq të madhe për Zotin, për njerëzimin? Ka marrë një detyrë me shumë sakrifica, pasi të dëkosh e t'jesh gjithmonë në para komunitetit, e veçanërisht për çështje fetare është shumë e rëndësishme. Jo çdo njeri ka këto dhuntyra për të qenë një lider në komunitet, e veçanërisht fetar. Dhe pyetja është e natyrshme. Ku i gjen atë forcë që ka bërë atë sakrificë për jetën e tyre? Është shumë e rëndësishme të kuptojmë se të gjithë klerikët kanë sakrifikuar, por unë do t'i veçonja dy, do më falni, klerikët katolik dhe ata të bektashizmit. Pasi është mohim 100% i krijimit familjes së tyre. Ne në përgjithësi kemi dëshirë, kemi vullnet, edhe kemi shumë shembuj në jetë, të gjithë shkojnë për të bërë doktora, për të bërë dentista, për të bërë farmacista, për të bërë avukatër, dhe këta kishin mundësi të shkonin në këto shkolla, por ata morën rrugën e Zotit. Shpesh në komunitet ndodh se i bie rasti për organizime shoqërore, kryetar shoqatash, kryetar fondacionesh të ndryshme, janë për të falenderuar, për të respektuar për punën që bëjnë, por nuk mund të krahasohen kurrë me një klerik. Kurrë s'mund të krahasohen. As një institucion mediatik, as një gazetar, as një tjetër. Pasi thelbi gjithmonë, do të më kuptoni në mënyrë pozitive, është tek ai mision që ata kanë marrë që neve nuk e kuptojmë, është mystik për ne, por ata e kanë një arsye. Don Fredi, mirë se ke ardhur në këtë emision. Do më falësh nëpërmjet respektimit të punës tuaj, nëpërmjet tyre fjalëve që thash, respektoj gjithë klerikët kudo ku janë për punën që ata kanë bërë dhe vazhdojnë të bëjnë për komunitetin, për komunitetet e tyre kudo ku janë, pasi shpërndajnë si detyrë kryesore fjalën e Zotit. Ku e gjetët ju? Si ju lindi ju? Ose a është kjo ndodh tek çdo njeri, apo janë persona të veçantë? Se di, shpesh më thonë vjen thirrje, shpesh janë me vullnete, shpesh janë fate, nuk e di si ka ndodhur me juve. Faleminderit shumë për këtë mundësi që po mandem, përpara këtë periudhë të kreshmeve. Faleminderit shumë edhe për hymjen
që jemi të vërtet i kera fillin në tem, i kera direkt në pik, edhe në mundësin për me balli fje katekizm, pra me diftu i fje për fen, për ta shikusit tonë. Shëve që a thot Shën Pali thot, një ashtë shpirti shajt, po shumë janë dhëratat. Ba me dash me e përkthy pak në gjuhën e filozofike, ba më kjo fëse më lejon, na kena dy terma në filozofi, që qëtë potencë edhe akt. Pra potencialisht edhe aktualisht. Pra aktualisht jam me ju sot në studio nga një Vils. Potencialisht kisha mujt me kanë në Tiran, në Washington, ka na potenciale, se mundë me kanë, po aktualisht i to jam. Edhe na njerëzit kena shumë potenca, gjdo njëri ka potenca. Pra një njëri mund me kanë pilot, mund me kanë mësus, mund me kanë bojnagji, marangoz, oficer, prift. Duhet me kanë kozmanaut, shkencatar, janë tana muzikant, tana potencat janë mrenë. Ja, mi po na, njerëzit nuk mund na kur mi vun akt, tana potencat që kena. Ashtë e pa mujtën me kanë edhe këput star, edhe bojnagji, edhe bukpjeks, edhe robacheps, edhe fermer, edhe veteriner, edhe doktor, edhe dentist, edhe tane. Ashtë e pa mujtën. Pa mërësi se gjdo njëri janë këta potencat, janë ta mundësit për mu banë, kjo ofse mundë me tanë. Pra ne i Zoti, njëri, shoqënia njerëzore nuk ka gjatë tjetër vetëm shprehje e dukshme, a një shprehje e dukshme, e natyrës që Zoti i ka dhënë njerit. Zoti na ka kriju ne me jetu në shoqëni, nuk jena me jetu vetëm, nuk jena sedentar, nuk jena të veçantë, nuk jena krijesa që do na me nejt vetëm, me kanë vetëm. Na ka kriju Zoti në atë mënyrë. Ba me vu për shembull dhe shofim të kafsh luajt, ujqit jetojnë në familje, kurse tigri jeton vetëm, ama sedentar, po marrë vetëm një shembull, të tana të shpente, të kafsht, të peshqit e tanë. Ne njerëzve na ka kriju Zoti me nejtë bashkë. Pse? Që me mujt me vun akt, tana posibilitetet, pra tana potencialitetet që kena. Pra ne, me kanë, se nuk mundë me kanë dentist, e gjithë qasë që thotë shpar, ju bëhni dentist. E unë bëhem prifti, a i tjeri bashkë putstari, a i tjeri bojnagjia, edhe tanë bashkë një mojmë një tjetën. Pra ne, me dashtë me shikju, taman, me dashtë me shikju hol, në kjo fësu një baj një dam, një dentistë, jam të i bat dam lamëve të mi. Kjo fëse i ban gjdo njërit një dam, ti aty u reflektu, populli shqiptar ma të misticizmin e vetë, ma të urtine, jashtë zakonshme, që ka pas, kanë thanë, qatë hedhi shëndet, ke me marrin kryp. Kja është e puna për kur dalim, në kjo se do na me e lidhe, se fillën mu hap, për shembull kur thot Krishti, bota ka me pas skandale, po me det për ata që kanë mi pas skandalet. Që në me thanë skandal? Skandal është kur unë baj një të keqe, po ose dikush, baj një të keqe, edhe është krenar për atë keqe, pra bëhat shembull për dikën tjetër që a inocent, që është i pa fashëm, që a i pastër. E në kjo fëse na ba me vure, pse na njerëzit mundon na mi më sheh më katet? S'kena qef me na i diktut, me i dit tjetë njerëzit tjerë të këqijat tona. Na s'kena qef, sepse nuk do na me mba, mu ba shemull i keq për tjerët. Pra na i na mundon na me më sheh. Kurse kur e kena një të mirë, mundon na me zerë që mu ba shemull i mirë për ta. Kja është arsyeja. Pra ne përmenimin të një person që e ba një të keqe, është krenar që është për atë keqe, edhe mundot mi mësu tjertë për me batë keqe, kja është skandali. Pra edhe i herën, shkone e të e lidhja, një shpirti shet e shumë janë vyrtytet. Pra ne imaginoje, aja zgjedhja ju që thatë që me pas familjen, e me pas këtë, a një zgjedhje për sosën. Midis tanë aty në talenteve që ki pas, a njerëzit kanë plot me talent, a i ki vuar e fëmijët e vegjël, janë muzikante, janë këngëtar, janë futbollistë, janë basketbollistë, janë painters, janë dancers, i kanë tanë, notarës, me sport. Po ka me ardhur një moment që njëna për i këtyne vërtyteve ka me dalë në pa. Njaja thirrja, që i thojnë ta vokacion, njaja thirrja. Shumë herë njerëzit struggle, thojnë, pra po thëmë në anglisht, po, do thonë, lollën për me mujt me gjithë, për që ato më thirë Zoti mu, ty e ke në dorë, analizoje vedin, shifet, cila është
gjaja ma e bukur që keti njëtën tane, që mund është mi shërbyt tjervet, që mund është mi dhanë lavë të zotit edhe mu knaqë ti. Njatë vënë, njaja thirja jote. Për shemull, po ju marrë ju në karrierën tanë, adin, kanë arë rëthanat, nuk janë kanë zgjallë në ata rëthana prej të jetë. Kanë timpunume, por ti tu i kanë një njëri inteligent, edhe më vullnet, edhe i regut e ki zgjallë edhe e ki batë punë, mirë, oficer. Baba e mësus, unë jam kanë putstar, në fillim kur kam marru shkollë në mes, me dalë ty, e kam bak putës mirë, isi me të thanë, po nuk ka kanë aja jemja mandel, kam vizatu ka i fije, me i fjallë, ba mu pa ba piktor, kisha mujt me jetu, kisha mujt me i dhanë fmive me hangre, me majtë me pagu bilat, s'kisha ka një piktor i malë, adin si Salishjako, po përmenit Smajl Lulani e me rallë, da një shio kënio e këta, në është asë kisha kanë sa. Po me kanë mësus vizatimit një shkollë, me ba piktura, me efekte i ta gjana, për mi vu kisha mujt. Kisha mujt me ba dhe shumë gjana tjera. Mi pa aty ku kam gjetë vedin ma shumë e ma, ku kanë për a i gzimi i malë, që më ka lanë zoti, kur e kam lezu një dhin, që ma ka vu ta njetën në order, ma ka vu në center, komplet, shpirtin tem, menin tem e trupin tem, kanë ka një gamë, kanë ka një akord. Aty e kam gjetë vedin, aja ka dalë, aja ka kanë thirja. Një ashtu që unë për vedin, një atë satë një fju, sa ju një fju, se nuk mundë me thanë atje mrendët, i ka puna jote ma për sosën. Kur ke kanë tiri me të pachu një shkollë në Hollywood, a gëtonë me batë shkollën për podcast, për me batë të kishe kanë një nërë atë më të famë shpitën botë. Me pa mësu literaturën, me pa ba ledzimet. Se ju jeni një person që rrën ditë e nati tu, se ashtë vokacion jo të athirja jo të mrena. Aja që e banë me plot zemër, me plot mirësi. Ti mund është me kanë, tu i kanë inteligent, kishe kanë edhe guzhinjeri mirë, ta besoj këtë 100%. Gjithë qa, qa do që të kishe ba doktor, kishe kanë një mërkullushe. Gjithë qa. Gjithë qa kishe kanë një mirë. Pa aja ku ne gjentja të këndësinë është të. Pra nëj, fatkeqësisht, njëtan njërzit kanë mundësi për me njekat, adin për me mujt me ba vokacionin e ty, në atë që ashtë thirja për sosë në mërënshme.